Po si jeni, herë si po kaloni? Ja, ta nxjerrë këtë bishtin e miut këtu që duket pak më artistike pamja, jo se duket keqe, është me djers. Bishti miut është me djers, sot ha se po rikëshu se mirë jam. Ha, si ndjeni sot, ja më thoni pak. Shpjegimi sot është shumë interesant, jashtëzakonisht shumë, shumë i fuqishëm. Kafja që në 7 mëngjesit, Varavingo rrugëve, as në palestër se mbarova dot. Në Torino bie shi. S'ka problemi, mirë është dhe shiu. Dorina thot, jam bërë me fiksime, thot. Mbas orës 10 futem çdo 2 minuta duke parë ju fut live apo jo. E di që ju kam lënë pak kështu. Me këta ankthin e lezetshëm të mëngjesit, hyrja apo jo në live, po vetëm tani kam mundësi ta bëj stërvitjen. Ndihemi gati, thot Eriona, për të marrë dozën e sotshme, dhe unë jam shumë gati për ta dhënë dozën e motivimit. Eriselda thot, ankra, tak paniku që në mëngjes mos na pyet. Iku ajo. Tani fillojmë, rregullojmë humorin, energjinë. Shumë stres dhe ankta acarojnë për çdo gjë. E kuptoj është periudha që jeni në këtë fazë që ngacmoheni nga gjërat aty jashtë. Tani çfarë kam menduar unë për sot? Asnjë gjë. S'jam përgatitur për sot. Sot do lëm në fakt të rrjedhi kështu, të rrjedhi vetë me universin, me energjinë e jetës. Dua të ndaj pak rutinën time të mëngjesit, çfarë bëra sot ndryshe nga herët e tjera. Anisa thot, unë me energji të lartë po të shikojmë sa do e mbajmë. Po ta mbash gjithkohon energjinë e lartë digjesh, kështu që prandaj ka ndonjëherë dhe neutralitet, ndonjëherë ndihemi kështu chill, rehat, neutral. Ndonjëherë ndihemi poshtë i kujtoj vetes, po pse ndihem poshtë? S'kam arsye. E çon energjinë lartë. Kështu që her pas here bëhemi edhe neutral sepse duhet për të mirëmbajtur atë energjinë. Por, po thoja këtë, në mëngjes bëra diçka ndryshe, kam ca karta, ca letra, të cilat përmbajnë pyetje mikse të ndryshme për inteligjencën emocionale, për jetën filozofike, për marrëdhënien në çift, e kështu me radhë. Edi ishte çuar që në 5 sot, se ç'a ndodhi, nuk e di, që u çua në 5, por që ishte shumë mirë, kishte rregulluar sallonin, kishte bërë kafen gati, edhe unë u çova me energji pak më të mirë. Dhe ja trenjisha. Dhe mendova, i thash, pse mos të bëjmë diçka ndryshe sot? Mora ato kartat, i thash do zgjedhim nga një. Edhe vendosën nga një kategori për secilin ngjyrë, po kujtova unë që sipas ngjyrave unë i mbaj mend, se kam shumë memorie vizuale dhe i mbaja mend. Kështu që i thash, ti do zgjedhësh duke i parë se ai nuk i dinte, unë do zgjidhja kështu me intuit. Do ktheja kokën në krahun tjetër, do zgjidhja atë që më duhej. Zgjodhi një Edi, ishte për marrëdhënien në çift, që ju përgjigj disi, zëre se s'ju përgjigj fare, ndërsa ajo imja ishte pak më filozofike për jetën, dhe pyetja që më rate, ajo kartë që unë duhet i përgjigjesh atë ju përgjigja duke analizuar, ishte kjo. Çfarë janë ato gjëra në jetë që ti mendon se i japin kuptim jetës? Dhe çfarë është kuptimi i jetës për ty, një jetë kuptim plot? Okej, për momentin, mënyra se si analizova dhe i thash Edit ishte kjo. Ne shpesh herë, duke punuar me veten, arrim në konkluzionet të caktuara për jetën. Dhe mendojmë që kuptimi i jetës është X apo është Y. Sikurse dhe unë, dy kuptimet e jetës që unë i mbaja kështu si zbulimin tim më të madh të rrugtimit e evolimit të shpirtit, ishin që ne jemi këtu për të përjetuar dhe ne jemi këtu për të shëruar veten. Dhe këto qëndrojnë, nuk është se nuk qëndrojnë, por 2024 ishte viti që mua më ngriti shumë lart në vetdije. 2024 ishte viti që jo vetëm më ngriti lart në vetdije, por më mundësoi që unë ta shikoja jetën në një këndvështrim ndryshe. Dhe përgjigjja ime, si e? Jo, s'ka problem. Qyshja, më futën në makinë, hapi bagazhe, se qa futit, sa drasa. Jeme zotrin, thot. Ja për të mbyll makinë, se më gjithmonë e mbyll. E zotin, ma. Më gjithmonë e mbyll, po thash se prisja të më futaj tjetërin bagazh, më mbushi bagazhe me copa druri, se që më dojë druri mua? Hajde fut të ndonjë gjë të mirë, do i thoja jam bashkë me zotrin, do e ndizja, do ikja.
Edhe unë thash se ishte Edi, thash çdo ky në bagazh Edi, të bëj ndonjë humor, thash të bëj ndonjë prank, ndonjë gjë ç'ne. Kuptimi i jetës. Nuk është e thënë që jeta gjithmonë të ketë një kuptim. Këtë i shpjegova Edit, kur kaluam këtë sfidën që kaluam ne të dy si çift, si familje, po më shumë e kam kaluar vetëm, sepse gjatë verës e rria shumë në balkon dhe kam reflektuar shumë. Po e kam bërë gjithmonë nga ora 4 e mëngjesit, se vetëm atëherë nuk ishte zhurmë Saranda. Ora 4 deri në 6 ishte qetësi, nga ora 6 fillonte rrëmuja deri në orën 3 të natës. Kështu që isha e detyruar që atë pak një orë e gjysmë që ishte qetësi unë të zgjohesha. Dhe sa herë zgjohesha gjatë verës, arrita të thellohesha shumë në këto filozofitë e jetës dhe në kuptimin e jetës. Dhe një nga ato mëngjese që unë isha zgjuar, kisha marrë një maça në dorë me ashwagandha, isha bërë tamam ajo vajza shumë e mirë, që bëja këto gjërat e shëndetshme 100%, shkruajta mendimet e mia, dhe po shikoja pak detin dhe reflektova. Pse duhet patjetër të japim një kuptim jetës? Pse duhet patjetër të vim këtu në tokë dhe vetëm të kërkojmë të zbulojmë? Ndoshta nuk jemi këtu për të zbuluar kuptimin e jetës, ndoshta jemi këtu thjesht ta jetojmë jetën. Pse duhet ne njerëzit të bëjmë si filozofë të mëdhenj gjithmonë të kërkojmë kuptime, të kërkojmë arsye? Ndonjëherë nuk kemi pse të dim këto kuptime, nuk kemi pse ta dim këtë pse, këtë arsye. Nuk kemi arsye që të kërkojmë. Dhe shpjegimi që i bëra Edit ishte ky. Pasi kalova atë punën e thellë me veten, më ngriti shumë lart në nivel të vetdijes. Më duket vetja sikur jam një 60 vjeçare, dhe do ta shpjegoj pse. Që nuk më intereson më si vinë gjërat, kam lek apo s'kam lek, më duan njerëzit apo s'më duan, u mbyll Instagrami apo u hap, kam djegsa apo s'kam djegsa, jam në një fazë që thjesht nuk ma ndihen, kam një lloj sigurie të brendshme dhe paqe dhe qetësie, që sikur nesër të vdes, e di që u përmbush misioni im dhe jam shumë rehat. Nuk nxitoj më, nuk më del më natyrshëm të nxitoj, dhe kjo ndodhi sikur shtype një buton brenda ditës dhe ndryshoi energjia ime. Mbas shumë muaj punë me veten, reflektime shumë të thella, meditime shumë të thella, arrita në këtë stad që nuk dua ta di kuptimin e jetës. Sepse për mua jeta ka kuptim dhe jetës i jep kuptim kafja e mëngjesit. Ajo malorja që bëra në palestër, e shtyva dhe 5 minuta, bravo Jona. Për qafimin e mëngjesi vajzës, kur vjen me ato flokët e shpurpuritura që me zori duket fytyra në mes të kaçurrelave dhe më del aty para. Shikimi i thellë i bashkëshortit tim kur kalojmë kohë ne si çift. Ajo lidhja e thellë shpirtërore që kemi me njëri tjetrin. Kur përqafoj një pemë, kur marr një macë, dje isha në fshat, kisha 3 mace të vogla, një këtu, më mbushën e dashuri. Mendja ime ndaloi, çdo gjë ndaloi, në ato momente dhe sikur të më sillje, se shumica e njerëzve për lek diskutojnë dhe lekët të më sillje nuk i doja, isha në paqe unë, isha në paqe me gjithë qenien time. Pse se kisha 3 mace që më qetësuan? Këto i japin kuptim jetës, kafshët, pemët, natyra, deti. Çfarë tjetër, njerëzit e bukur në shpirt që ju qeshin syt, asa dua t'i përqafoj ata njerëz, i dua shumë. Çfarë jep kuptim? Dje shkova mblodha ca erza, spinaq, perime, bio nga të fshatit që i kishte mbjell mami. Ajo jep kuptim jetës për mua. Pse duhet patjetër kuptim jetës të jetë diçka madhore? Këto gjërat e vogla i japin kuptim jetës për mua. Ajo buka e ngrohtë që del nga furra, që ti merr një copë bukë dhe të shijon me pak djathë dhe domate. Ajo gjë jep kuptim jetës. Gjërat e vogla. Ky është kuptimi jetës. Patjetër që ne për sa kohë jemi këtu do evolojmë, do përmirësohemi. Unë jam duke bërë çdo ditë dhe tani jam duke e bërë me ty. Unë po evoloj. Patjetër sepse ma kërkon shpirti, po jo sepse duhet. Dhe gjatë kohës që ne evolojmë, gjatë kohës që ne jetojmë, gjatë kohës që ne përpiqemi të japim një farë kuptimi kësaj jetës, mos të pyesim gjithmonë pse. Ndonjëherë atë përgjigjen nuk është e thënë ta marrim tani dhe nuk kemi pse ta marrim tani. Ndonjëherë atë përgjigjen pse ne jemi këtu, ndoshta duhet të japësh pak më shumë nga vetja që ta marrësh. Duhet të japësh pak më shumë bllokime të brendshme, pak më shumë energji të vjetër, duhet të japësh pak më shumë atë ndjenjë që ke për të qenë sigurt, që të kesh atë garancinë për jetën, ndonjëherë duhet ta lëshosh, ta japësh, që të marrësh atë pse në atë përgjigjen. Dhe unë këtë kuptova. Kur ti kapesh fort mbas gjërave, ato vrapojnë ikin nga ty. Kur ti lëshohesh jetës, çdo gjë vjen te ty. Çdo gjë që është në harmoni me shpirtin tënd vjen te ty.
Dhe këtë të sugjeroj të bësh, ky është reflektimi i mëngjesit dhe ishte diçka shumë e bukur. Sepse çdo mëngjes unë përpiqem të bëj një far plani, të rikujtoj planin që kam për ju. Për live-in që bëj dhe ushtrimin e ditës. Sot thash jo, nuk do ju bëj asnjë plan, dua të ndaj këtë reflektim sepse ishte shumë i thellë dhe shumë i rëndësishëm. Ndonjëherë ai kuptimi i jetës pse jemi këtu, pse ndonjëherë na vjedh momentin, mundësinë që kemi për momentin për ta shijuar gjithçka. Dhe mendja është trajnuar e tillë që të vrapoj shumë në të ardhmen. Dhe mendja ndonjëherë është trajnuar e tillë që të kthehet shumë shpesh në të shkuarën. Por nuk është trajnuar mendja jonë që të jetë prezente tani në moment. Atë që e bën vetdia e lartë. Kur vetdia jote është shumë e lartë dhe energjia jote e shpirtit është shumë e fuqishme dhe esenca jote është shumë e përqendruar tani në këtë moment, detyron mendjen që të jetë prezente, detyron trupin që të qetësohet, të relaksohet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jo gjithmonë do jemi ata që marrin përgjigjet, ndonjëherë do jemi ata që përgjigjet nuk na jepen, po sërish jemi në rregull me këtë gjë, jemi në paqe me këtë fakt. Këtë doja të rikujtoja, që ti je në rrugën e duhur, ti je aty ku duhet të jesh, sipas misionit tënd, sipas asaj që Zoti ka shkruar për ty. Je në rrugën e duhur, aty ku duhet të jesh. Je në rrugën e duhur për të zhvilluar, je në rrugën e duhur për të shëruar nga ankthi, je në rrugën e duhur për të shëruar nga kanceri, je në rrugën e duhur për të përmbushur ëndrat e tua, je në rrugën e duhur për të bërë atë vilën e ëndrave, për të marrë makinën e ëndrave, je në rrugën e duhur për të njohur me personin që do të përmbushësh shpirtërisht, që do ndani ëndrat tuaja dhe jo vetëm krevatin apo çatin. Ti je në rrugën e duhur për ta zhvilluar fëmijën tënd që është me autizëm. Ti je në momentin dhe në rrugën e duhur për t'u pasuruar, për të qenë i lirë financiarisht. Dhe ta premtoj këtë gjë. Tani në këtë moment je aty ku duhet të jesh. Nuk je as me vonesë, nuk je as me herët. Je fiks aty ku duhet të jesh. Po duhet ta hapësh zemrën dhe ta pranosh këtë energji. Dhe do shikosh se si më shumë bekime do vinë në jetën tënde. Gjithmonë më shumë bekime do vinë në jetën tënde. Nga shtatori 2024 deri në mars 2025, unë kam qenë në një luftë me veten që thoja, a do më rikthehet me mua vetja ime? A do më rikthehet me mua ajo dritat e syt? A do më rikthehet me ajo energjia që dua vërtet të ndihmoj njerëzit, mos ta bëj sforcuar? A do më rikthehet me ajo fuqia që vizualizoja vajzën siç doja unë të ardhmen e vajzës? A do më rikthehet me ajo fuqia të jap makinës pa frikë? A do rikthehet me Jona që unë njoh, Jona e fortë? Nuk u rikthyem më. U rikthy dikush tjetër, shumë herë më e fortë, shumë herë më e lumtur, shumë herë më e vetëdijshme, shumë herë më e avancuar shpirtërisht, mendërisht, emocionalisht. Prandaj nëse je në ato momente që ke humb pak atë shkëlqimin tënd, esencën tënde, është normale ta bëjmë. Në mënyrë që ne të ngjitemi shumë lart, do zhytemi pak aty poshtë. Në mënyrë që të kërcejmë sa më lart te trampolina që hidhet, trampolina e jetës duhet të ulet pak poshtë, që ti të hidhesh më lart. Dhe në ato momentet që je aty poshtë, siç isha unë 6 muajt më të errët të jetës sime, ku jam përleshur 24 orë non-stop me termin autizëm, me traumat e mia të pashëruara që kisha shumë ende pashëruar, dhe për të mbajtur këtë imazhin që un kam, dhe përgjegjësinë që un kam në shoqëri, që e kam vendosur veten time, aty jashtë, që të jem një diell për njerëzit që më ndjekin në Instagram, për të arritur të gjitha këto, ma besoj që mu desh shumë të kapesha të besimit e Zotit, të besimit e procesit dhe të besimit e diçka e padukshme që unë nuk po vuaj kot. Nuk po vuaj kot, ti nuk po vuan kot. Këtë duhet t'ja kujtosh vetes. Në momentet e sfidës, ti nuk po vuan kot, nuk po sfidosh kot, se ja dha truri Zotit, që shiko se flasim pa kuptim tani, truri Zotit. Zoti s'ka tru, po gjithsesi. Zoti është energji. Po e them, si shprehje popullore, ja dha truri Zotit që do vua Iksi, Jona, Angela, nuk e di Irma, kush më ndje këtu. Jo, ti nuk po vuan kot, absolutisht. Ti e ke një arsye, ti e ke një mision, edhe vuaj ti, vuaj, pse po vuaj unë? Pse po vuaj unë, i thoja unë vetes. Kujtova, pse është vuaj ti o Jona? Është testim, është provimi. Një lloj si në shkollë, lexon teorinë, do japësh praktikën. Këtu është praktika. Punojmë me veten, jemi të lumtur, kemi mirëqenie, kemi arritur shumë evolim shpirtëror, mental, emocional, do japësh provimin.
do përballesh me diçka. Dhe unë e kalova me sukses provimin, sepse puna me veten gjithmonë të shpërblehet. Nëse unë nuk do vuaja nga ankthi që të detyrohesha të bëja punën me veten, nëse nuk do përjetoja atë atak paniku të famshëm që u detyrova, unë nisa drejt 5-s kur isha në Tiranë dhe u ktheva nga rruga, thash mjaft. Jo një kokër, jo një psikolog, jo një psikiatër, edhe 100 të jenë askush nuk të ndihmon ty vetëm ti veten tënde, se ke një fëmijë për të rritur. Pra mos të bëja unë atë gjë, autizmin 100% që unë se përballoja dot. Nuk do isha këtu tani duke folë me ju, nuk e di ku do isha. Por puna me veten gjithmonë të shpërblehet, të fuqizohesh si njeri. Lëri pyetjet pse ajo, pse kjo, pse po vuaj unë, duhet të vuash që të rritesh, duhet të sfidohesh që të rritesh, të evoluosh, të avancosh. Nuk mund të rrim në të njëjtit njerëz, është një lloj si në shkollë. Nuk mund të rrim në vazhdimisht në klasën e parë. Absolutisht që jo. S'mund të rish në klasën e parë gjithë jetën se ke frikë ti të japësh provime. E të shkosh në klasën e 2, të 3, 8 vjeçare gjimnaze kështu me radhë. Jemi shpirtra dhe jemi këtu për të evoluar, nuk jemi këtu thjesht të shijojmë një fest, një dasëm, një diplomim, një lindje fëmije, hajde një gëzuar, o sa mirë jemi të lumtur. Kështu i bie ti jetosh brenda kutisë së sigurisë, je me sigurt brenda kutisë, këto gjërat që kanë esencën në përgjithësi të ëmbël, pozitive, po gjërat e hidhura, po gjërat që konsiderohen si negative, dhe ato ti do i kalosh, unë do i kaloj, se vetëm kështu do rritemi ne. Kështu që unë kam qenë aty ku jeti tani, për shumë muaj, dhe isha po ajo jona që bëja postime në Instagram, isha po ajo jona që më duhet të nxirja financat për të bërë terapin vajzës, isha po ajo jona që besoja shumë të dashuria për njerëzit, për kafshët, për natyrën. Po isha po ajo jona që më mungonte drita ime. Dhe ja ku u kthyet e unë, po shumë herë më e fuqishme. Shumë herë më e fuqishme. Shërova dhe një nga traumat që do flas në vazhdim për këtë, që nuk e kisha harruar që e kisha, ose më saktë isha shmangur për shumë e shumë gjatë. Kështu që lëri ato pset. Sepse është e thënë të bëhet kështu, që ti të rritesh si njeri. Sepse është e thënë që ti të jesh këtu në këto momente duke përjetuar këtë ndjesi, që të përmbushësh misionin dhe kontratën tënde. Sepse është e thënë që ti të vuash tani, që ti jesh e lumtur më vonë. Po sikur të gjitha sfidat i kalojmë tani, këtë fazë të jetës, vitet e para le t'i quajmë, të prindërimit, vitet e para të jetës, dekadat e para të jetës, në mënyrë që të shërohemi dhe të jemi të lumtur më vonë. Po sikur të jetë kjo arsyeja. Se mendojmë njëherë në këtë këndvështrimin pozitiv. Po sikur të jetë kjo. I hapa komentet, pak dashuri shkëmbim dashurie, edhe duhet tani unë Boris nuk i bie tipike shqiptarit, i bie Borisu të dalë Edi nga palestra, siç bënin baballarët tanë kur ishin të vegjël, ishin ndonjë dasëm, ndonjë vend, Boria vrap shkallëve, trauma më. Po Edi duhet vi se duhet jemi diku në orën 10:30, sa është ora? Oho, ka kaluar ora. Ja më thoni pak, ç'a keni për të thënë? Për fjalimin e famshëm që foli Jonna që u rikthye më në fund moj. Po ku isha ka qenë? Ku isha futur? Isha duke shëruar veten. U pataksën këta shokët e palestrës, ta kthej që kjo lëre ama se s'dua të kap njerëzit kështu se janë në momentin e tyre. Janë këta çunat që janë në palestër këtu e më shohin mua që po flas. Një moment thotë ishte te pista në Malore, një moment grite pesha, një moment puthte burrin palestër, momenti tjetër po bërtet brenda makinës, se kuptojnë këta që jam live. E pashi më shikojnë çuditshëm, çfarë po bën kjo? Megjithatë ky e meriton ta nxjerr se po pi cigare dhe kafe aty jashtë. Anë të pish cigare, po më dëgjoj se unë po bërtas shumë. Më dëgjoj. Të pish cigare, më dëgjoj. Nëse çfarë do bëjmë tani, bëj sikur kështu. Mos pini cigare, se s'është mirë për shëndetin. Sapo bërtisja, ktheu kokën djali botës. Nuk e shikoj dot më. Ola kokën ku të futem të kenga mbrapa, të futem këtu te kjo hapësira të dal shumë mbrapa. Po ju pse s'më thoni që unë po bërtas shumë? Jam shikon thotë çka kjo me mua që pi unë cigare. Nuk pje dhe cigare tani dhe palestër. Lëreni atë drejt cigare, lëreni. Iku e shiqyr, iku. Ua, sa kam bërtit ngriti kokën, tha po kjo qa thot. Ne jesi me varja. Më mirë, gjithë djemë të botës dolën, po kjo djali im, s'doli kjo burri im, erdi, ati hap dërën. Jam këtu. Futu shpejt e mbyllë se kanë des trapanin, ndo që trapanin nga të gjitha anët.
përshëndetje. Njerëzit e pan live, mu fut burri botës në makinë, hapi bagazhin. E preti nga palestra jo? Hap bagazhin se qa fut sa dras, sa gjëra, se qa më futi aty. I thash, si e? Dhe më tha, mirë me zotrinje? Jo, i thash, si jam, më falë, tha, e mbyllë pra bagazhin. Pastaj mbyllë aty, po. Thash, që ndojnë që me vlerë. I tha, po me zotrin, mbyllë bagazhin ai, e ndisja. Ja të vendos të ripin grupi, më falë një pak. O, zoti ma, kur bën ky rripi që ngjetë ding, ding, ding 3 herë, edhe se vendos dot. O, e di, përshëndetin një njerëzit. O, më falë, ti pse bën me dorë? O, sa kam qesh, ha më falë njerëzve. Përshëndetje. Uç me kënaqë o burr, jemi kënaqë në mëngjesat. Të bëftë mirë kafe filxhani njësoj si unë, po aty motë Xhampo kemi përfunduar të gjithë. Që bëjnë një reklam atyre të më paguajnë do një gjithë, se ngella duke i reklamuar filxhanët. Kot, falas. Pse jo një bashkëpunim me Xhampon? Atëhere. Bukuria thot leti vlej se, o e di, dash nam tani, është ky djale që bën stërvitje gjithmonë. Një këta naç çunat e palestrës. Edhe ishte duke pirë cigare dhe kafe, dhe thash unë, shikojnë të çunat e palestrës, një moment isha te pista, një moment ngërpesha, një moment po bërtas në makinë se po flisja me shumë pasion. E thonë çka kjo që bërtet. Në nejse thash, ky e meriton ta nxjerrësh se ka cigare në dorë. Ai ngriti kokën dhe më shikonte, o dëgjova u la kokën ku të çpata, ku të futesh, a? U më dëgjoj tas po hiqte sy, doja të futesha këtej nga cepi. Nejse, ndoshta flet ti me atë, ke muhabet edhe thuaj që se kishte me ty. Dhe edi ka muhabet me të gjithë këta DM të ndërkohë unë e turpëroj me shokët e palestrës. Tani ikim direkt aty, ë? Po, mëse jam futur kështu, e kam shtrirë se diljen për relax, edhe tash pse jam zhytur kaq shumë. Ju dërgoj shumë dashuri që të gjithëve, ky është motivimi për sot, reflektimi, por nuk do ju lë pa detyrë te grupi, nuk shpëtoni. Tani, grupi aktual i WhatsAppit, se dua ta shpjegoj se është shumë e rëndësishme. Grupi aktual i WhatsAppit e kaloi kapacitetin, do thuash nga e di, më njoftuat ju se unë se dija. Prandaj njeriu mëson gjatë rrugës, unë se dija që një grup WhatsAppi ka kapacitet. Tash unë do të çam 10.000 veta të kënaqemi. Jo, mos të lë WhatsAppi. 1024 veta. Do hapet grupi i dytë. Të shikojmë sa do shkoj, po mbush do hapet i treti, e kështu me radhë. Çdo njeri që do të bëj zhvillim personal falas, ushtrime teknika konkrete, do i marrë aty në grup. Kështu që do hapet grupi tjetër, do e ndaj në story. Kaq për momentin, edhe çfarë doja të thoja tjetër, nesër nuk e di do kem kohë. Ndoshta të shtunën që janë 3 orë lirë, sepse vajza është në terapi 3 orë, ndoshta do flasim pak në live për trajnimet, për te limiteve dhe trajnimi për të menaxhuar ranktin, se kam shumë mesazhe që më vijnë për ranktin, kështu që do flasim. Mide, thot qysh me hin grup. Do vendos linkun në story e dashur dhe mund të bashkohesh aty, mjafton të klikosh. Thjesht shtyp, klikon linkun, edhe gjendesh papritur në një grup shumë të bukur, që nuk ka asnjë gjë aty, duket bosh, se shumica shohin bosh dhe dalin. Po prisni aty, qëndroni dhe prisni, sepse postimet unë i bëj her pas here. Teuta të dërgoj shumë dashuri. Teuta thot kam që vetëm në çdo fjalë, sepse shpesh herë thot i bëja gjërat me forcën time, shumë pak arria. Pasi jam kthyer te Zoti 360 gradë kam arrit çdo gjë, besimit te Zotin dhe besimit te vetja. E mbyllim, a? Shikoj, nëse keni pyetje të tjera, ngera çdo live, tamam tipike kështu domethënë. Ju gënjej këtu në live, që jam me këtë energjinë e lartë, pastaj harroj, them do bëj ask, sa do bëj ask. Tani sa po ta mbyll live-in do bëj direkt një ask. Të më bëni pyetjet tuaja se shikoj që keni pyetje dhe nuk ju kam dhënë mundësinë që t'i bëni këto pyetje. Kështu që direkt tani do hap një ask në story. Nga mbasditja do hapet linku, do hapet grupi i dytë të vendos linkun dhe nga fundjava do flasim për trajnimin për te limiteve, trajnimi i aktit dhe gjatë shpjegimit për këto dy trajnime ka një bombë. Surprizë. Ishte ideja e këtij këtu. Kështu që do i thoni këtij faleminderit. Po do dëgjohet shpjegimi një herë, pastaj në fund do jepet bomba surprizë për trajnimet. Për ju të Instagramit, ndërsa për grupet e WhatsAppit është bomba e dy fisht. Sa bukur, sa bukur, sa bukur. Kemi shumë gjëra të bukura, mos erdhi babagjyshi, do vi pak më herët babagjyshi vitit të ri për këtë vit. Kështu që jemi shumë të lumtur sepse ne kemi kaluar një
super sfidë të madhe dhe u rikthyem. Edhe jemi shumë mirënjohës ndaj Zotit në radhë të parë, ndaj njerëzve me shpirtin e bukur dhe me mendjen e bukur, kështu që gjithë këtë dashuri dhe mirëqenie që ne kemi, si familje do ta ndajmë me ata që ndoshta kanë nevojë tani për një grimc drite. Kështu që ne jemi këtu me gjithë shpirt për ta ndarë. Edhe unë ndiej këtë gjë më shumë se kur tani. E mbyllim për momentin, ne po vazhdojmë ato punët tona, me vonesë si gjithmonë çdo vend që shkojmë. Pse jemi me vonesë në zakonisht? Kush është ajo që vonon, jam unë? Apo jeti, jam unë? Këtë rast po zakonisht nga shtëpia dalu në fundit sepse Edi është shumë korrekt. Mund të dalë edhe me rroba shtëpie vetëm që të kapi orarin, unë s'dal dot ashtu. Edi mund të dalë edhe me bluzën e shtëpisë që mund të ketë 100 njolla që i ka bërë lungun e frutave vajzës, del vetëm të kapi orarin tot në kohë. Kështu që jam unë zakonisht që vonoj. Anyways, shumë dashuri për të gjithë. Do i thuash mirupafshim me Z, se përshëndetje unë a the pa Z. Mirupafshim. Më vjen shumë për të qeshur kur Bruneti si djali i urt, djali i mirë, po pse? Po pse merr këtë rolin kështu? Si bukur i dheut, ë? Pse merr këtë rolin e urt? E mbyllim për momentin, e mbyllim. Shumë dashuri për të gjithë ju dhe qëndroni aktiv në story. Ika.